Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një lexim ndryshe, një temë për dashurinë. Nëse keni hyrë te kjo video, do të thotë që gjithmonë ka një mesazh për ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit tetor, sepse ende s'ka përfunduar muaji, videot e muajit nëntor, por dhe videot e javës, video me tema për dashurinë, por dhe tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Por ndërkohë doja të falenderoja dhe të gjithë antarët e këtij kanali që janë bërë së fundmi për mirëseardhjen në këtë kanal. Atëherë do shohim energjinë e këtij leximit. Është një lexim i përgjithshëm dhe ju do merrni vetëm atë që rezonon me ju dhe shohim se si do vi kjo energji. Atëherë unë mora një energji femrore këtu që është energjia e shenjës Virgjëreshës, por ky është një lexim i përgjithshëm. Shoh dikush që është shumë i sigurt në veten e tij, ndoshta ose të saj do të gjallëroj një histori. Mund të jetë pak e mbërthyer në lidhje me një histori dashurie. Por ndërkohë shohim edhe një person të sigurt në veten e vet. Diçka që i jep shumë vetbesim. Por gjithsesi do vazhdojmë të shohim se çfarë do na sjelli ky lexim. Kjo është thjesht një energji dhe do flasim në lidhje me energjinë dhe lidhjen e këtij personi. Ai ose ajo. Janë lexime të përgjithshme. Gjithsesi unë shoh këtu që është t'i hapim, ta nxjerrim këtu këtë letër. Dhe fillojmë këtu, atëherë kemi energjinë e shenjës së Virgjëreshës, shenja e Demit, shenjat e ujit, shenjat e ajrit, shenjat e zjarit. Janë të përfshira të gjitha shenjat e horoskopit. Gjithsesi shohim që këtu me energjinë e kësaj me këtë energji femrore ose mashkullore, varet, kjo është për të dyja gjinit, kemi diçka të ndonjur. Ndoshta mund të kemi një ndryshim mendor në lidhjen e këtij personi ose ai ose ajo. Është një person që mendon në lidhje me emocionet e veta, por i shikon dhe gjërat në një këndvështrim tjetër. Gjithsesi është këtu kemi një kartë arkanës së madhe, kemi njerëz do me thënë që mund të jenë në këto situata në lidhje me një dashuri. Dhe është një energji, mund të them, që mund të jetë ndjerë shumë i vetmuar ose vetmuar gjatë kohëve të fundit. Ose mund të keni marrë edhe një pushim mendor, ose ky person është rregjur në veten e vet, sepse jemi te energjia e Demit këtu, për të menduar dhe është një person që ndoshta ky person ka qenë në gjendje pagjumësie, gjendje stresi, duke menduar në lidhje me këtë dashuri. Por shoh që do vinë lajme të shpejta drejt jush, sepse jemi te teta e shkopinjve, energji zjari, dhe vëmendja e këtij personi është e drejtuar nga ju dëgjues. Ndoshta diçka që ky person nuk e ka bërë më përpara. Dhe këtu flasim në lidhje ky person është duke menduar gjatë gjithë natës si t'ju nisi një mesazh ose si të bëj një propozim. Po flasim edhe në lidhje me një udhtim këtu. Mund të jetë një udhtim i gjatë, sepse jemi thamë te teta e shkopinjve dhe është një person që mund të vi nga larg, por jo domosdoshmërisht sepse janë lecimet përgjithshme.
Gjithsesi, këtu kemi edhe një ndërveprim të shenjave të ajrit, të zjarit, shofim këtu, por është edhe një kartë e arkanës madhe kjo, ku tregon se është një stuhi në shpirtin e këtij personi, duke menduar gjatë gjithë natës në lidhje me këtë dashuri, me këtë njohje ose lidhje që ju keni ose që keni pasur, ose mund të jetë edhe një njohje ose lidhje re që ju dëshironi të futeni. Por gjithsesi personi është shumë i mërzitur, merr një vendim të shpejtë në lidhje me ju, ndoshta për të çuar një mesazh ose për të nisur një mesazh, por është edhe duke menduar shumë në lidhje me ju dëgjues. Gjithsesi, këtu shoh që mund të jetë një person që është shumë i shqetësuar dhe tregon që ndoshta ky person nuk fle mirë, nuk është i qetë, dhe ka një gjumë shumë të shqetësuar, ky person mund të shkojë dhe lloj-lloj ëndrash, dhe mendon se si të vi drejt jush, ose si të nisi diçka tek ju. Dhe vazhdojmë. Atëherë, këtu kemi dy energji mbretërore. Janë dy karta të arkanës së madhe, dhe dy persona që zotrojnë këtë njohje ose këtë lidhje, ose të vendosur se cili në pozicionin e vetë, por shoh dy persona në një pozicion të fortë. Ndoshta ky person nuk dëshiron që të hiqni dorë nga ky person, dhe dëshiron që ose ju prisnit, sepse janë dy persona në një pozicion të barabartë, se kush të hedhi hapin e parë drejt kësaj dashurie. Dhe këtu vëm re dy persona me një energji shumë të fortë, sepse jemi te dy pozicione mbretërore, dhe shoh gjithashtu që këta persona ndoshta ose shoh më tepër një energji mashkullore që është shumë këmbgulse, është shumë bizotruese, dhe një energji femërore që është shumë e vendosur në qëllimet e veta. Por ndërkohë se cili prej këtyre dy personave mund të ketë përdor një lloj strategjie më saktë. Dhe këtu kemi që është një strategji që është shumë interesante. Energjia mashkullore shoh që është shumë e vendosur, mendon shumë seriozisht, dhe është njësoj si një mbret të takoj një mbretëresh. Por shoh që energjia femërore ka shumë pasion, ndoshta është në pritje të një përgjigjeje, por ndërkohë e shoh edhe një energji femërore shumë të vendosur në qëllimet e veta. Dhe shoh që ka dilema këtu. Ndoshta ky person që ju keni në njohje, në lidhje, ose dëshironi të futeni në një njohje me këtë person, falni për ndërprerjen, atëherë ky person shoh që është mund të ndihet në dilema, ose mund të jetë një person që është midis dy personave, sepse këtu shohim një energji ku ky person bën plane për të ardhmen e tij, dhe është një person që ka nevojë të zgjidhë këto dilema. Mund të jetë edhe midis dy situatave, midis dy gjërave të ndryshme, por mund të jetë edhe midis të shkuarës dhe të ardhmes, sepse jemi të dy shimonedhave. Gjithsesi është një energji ose energjia e këtij personi kërkon një hapësirë për të çlodhur dhe për të dalë nga këto dilema dhe për t'i lejuar vetes të përdor një lloj strategjie të planifikuar në lidhje me ju dëgjues. Është një periudhë ku personi është në gjendje pagjumësie, ndoshta ka kaluar një situatë stuhish brenda shpirtit të vet, por shoh që është një person që nuk mund të heqë dorë nga ju dëgjues. Ndoshta duhet ky person të heqë dorë nga diçka tjetër. Mund të jetë diçka që duhet ta lej pas ky person, ai ose ajo. Dhe gjithsesi është një person që dëshiron të lejë diçka mbrapa për të ardhur drejt jush. Dhe vazhdojmë. Atëherë, shohim në periudhën e ardhshme,
çfarë do ndodhi në lidhje me ju dëgjues. Gjithsesi shoh një person që ka emocione, por duhet të largohet nga diçka, tham, sepse jemi te teta e kupave, dhe të vi drejt ju dëgjues, sepse nga teta kalojmë te nënda e kupave. Është një person që ka emocione në lidhje me këtë energji femërore, por edhe e kundërta, sepse shohim kemi dy nënta këtu në fakt, kemi nëntën e monedhave, nëntën e kupave, dhe këta persona i lidh diçka për së bashku, sepse janë pothuajse në të njëjtën energji, po flasim për një përmbushje të një dëshire të vjetër që mund të keni pasur, ose që ky person ka pasur, por ka hequr dorë. Dhe ndoshta ky person këtë dëshirë nuk e ka larguar nga vetja, nuk ishte dorëzuar kësaj dëshire, por megjithatë kartat tu tregojnë se dëshira juaj në shumë raste do harit të realizohet. Sepse ky person do vi përsëri në jetën tuaj, ose do futet. Kjo mund të jetë edhe në lidhje me personat që mund duan të futen në njohje të reja. Dhe unë shoh këtu që është një dëshirë që realizohet, një takim. Ndoshta ky person kërkon dhe diçka tradicionale, ose kërkon një takim, një bashkim midis jush, duke kërkuar dhe anën tjetër të zemrës. Ky person ndoshta ka përdorur një lloj maske, ose do mbaj një lloj maske ende në fytyrën e tij, dhe ka frikë të tregojë veten ashtu siç është. Por këtu kemi edhe një person që ndoshta ky person ka frikë të tregojë për veten e vet. Ndoshta për të kaluarën, për disa plagë që mund të ketë pasur, ose situata të vështira që ka pasur ky person. Dhe ndoshta këto gjëra të pasigurta që mund të ketë pasur në veten e vet. Ndoshta ky person mund të ketë qenë dhe pak i brisht, dëshiron të japi një zgjidhje duke komunikuar me ju dëgjues dhe t'ju shpjegoj se çfarë ka ndodhur që ky person ju ka braktisur ose është larguar nga ju. Sepse shohim që shohim këtu më lart që personi ju ka braktisur, ndoshta është larguar nga kjo histori dashurie, por gjithsesi shoh që këtij personi i mungoni shumë, sepse jemi te pesa e monedhave. Dhe është një person që ka ndjenja, ka emocione, por vëre këtu që ky person mund të ketë përsëri frikën e braktisjes, që ju ose personi të largohet përsëri. Dhe edhe pse shoh që ky person ndihet shumë i sigurt, ka emocione në lidhje me ju dëgjues, përsëri ka ato pasiguritë e veta dhe frikrat në lidhje me këtë gjë. Dhe ky person ndihet sigurisht në të ftohtë në momentin që i mungon kjo dashuri. Është ndoshta ka shkaktuar një distancim fizik ose jo mendor, por fizik më tepër në lidhje me ju dëgjues. Gjithsesi shohim këtu që sepse jemi në një situatë personi ku është në gjendje pagjumësie, stresi, ku ka qenë në situatën fillestare, dhe ky person nuk mund të durojë që ju t'ju mbasi dëgjues. Gjithsesi shoh që është një energji ku personit i mungoni, thjesht është një person që ka frikra brenda vetes në lidhje me këtë dashuri, por shoh që do jetë një dashuri, ky person kërkon një dashuri të qëndrueshme. Dhe shohim se çfarë mora tarot romantike për të parë se çfarë zgjidhje do t'i jepni me këtë person. Unë shoh që ky personi ka të gjitha mundësitë për të realizuar një takim ose një bashkim në lidhje me ju dëgjues. Dhe këtu nuk tham energjitë shenjave të tokës, të zjarit, të tokës, të ujit, energjitë shenjave të ujit, energjia e shenjës së demit, të tokës dhe të ujit përsëri. Këtu shoh ky person është duke menduar, por ndërkohë
ndjen që ky person mund të jetë treguar pak i padrejtë në lidhje me një largim që ka bërë. Por gjithsesi është një person që është duke menduar se si të hyjë tek ju dëgjues për të pasur një bashkim dhe për të arritur një bashkim të thellë emocional në lidhje me ju dëgjues. Dhe ky person që mendon që i ka mundësit në lidhje me këtë gjë. Dhe këtu shohim ky person është duke menduar, i mungoni shumë se jemi përsëri te pesë e monedhave, por i mungojnë momente të lumtura në lidhje me ju dëgjues. Ose ky person mendon edhe që ju ka humbur në një periudhë të mëparshme. Gjithsesi shoh që do të jep një drejtim kësaj situate dhe këtu kemi të bëjmë me të gjitha energjitë e shenjave të horoskopit, sepse jemi te karta e magjistarit, energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të tokës dhe jemi te pesa e monedhave, jemi dhe te pesa e shpatave, që tregon kundërshtime mendimesh, një padrejtësi që mund të ketë ndodhur në lidhje me një largim, por shoh edhe një mungesë të kësaj dashurie, ku të dy personat ndijnë mungesën e momenteve të lumtura që kanë pasur së bashku. Dhe këtu kemi energjitë shenjave të zjarit. Unë shoh që ju do jeni, sepse ju shoh në një situatë që ju jeni në një varg duke shëtitur, një moment romantik në lidhje me ju, duke shkuar diku dhe dëshironi të jepni drejtim kësaj dashurie që ju keni. Gjithsesi, shohim edhe diçka tjetër, se si do përfundoj kjo histori në lidhje me ju. Shoh një energji mashkullore që është një person që ju vrojton edhe në mënyrë të fshehtë. Ndoshta ky person ose dëshiron të bëj diçka edhe në mënyrë, ndoshta në mënyrë të fshehtë në lidhje me ju. Ky person mendon se si mund të shkoj me ju diku, të bisedoj dhe të japi drejtim kësaj historie. Ose është një person që ndoshta mban të fshehta ndjenjat dhe emocionet që ka në lidhje me ju dëgjues. Por është dhe një person që ndron në lidhje me momente romantike ose momente të bukura që ju keni pasur së bashku. Më falni. Dhe këtu kemi energjitë shenjave të zjarit dhe energjitë shenjave të ajrit. Gjithsesi, shoh që ju do keni një bashkëpunim me njëri tjetrin, do bashkëpunoni në lidhje me këtë dashuri, por ju shoh që do keni një momente romantike, do ndjeni shumë mirë dhe duke lënë problemet mbrapa. Për një pjesë që mund të jenë larguar, për pjesën tjetër në lidhje me një njohje të re, që personi mund të ketë pas disa probleme në njohjet ose lidhjet e mëparshme, dhe shoh që do ketë një takim romantik shumë të bukur, por ju shoh edhe në një do lini mbrapa të gjitha situatat e vështira dhe unë shikoj një fillim të ri shumë të bukur në lidhje me ju. Dhe këtu jemi përsëri në energjitë e shenjave të zjarit. Dhe do marrë dhe një mesazh nga angjëjt për të parë se çfarë ju thonë. Atëherë një mesazh nga angjëjt për këtë histori. Dhe kemi numrin 11, janë dy shpirtra binjak. Dhe ju thot, ju do keni një energji të jashtëzakonshme në këtë dashuri, në lidhje me njëri tjetrin. Largoni ato momentet e vështira dhe mërzitjen që keni kaluar në këtë njohje ose në këtë lidhje që ju keni. Falni dhe ecni përpara. Gjithsesi, numri 11 tregon shpirtra binjak, tregon flak binjake. Atëherë ju me këtë person jeni një flak binjake, jeni shpirtra binjak, thjesht duhet
të largoni ato momentet e vështira që mund të keni kaluar me këtë person ose edhe në lidhje me njofjet lidhjet e mëparshme për të pasur një lidhje ose një njofje të re. Dhe unë do doja të t'ju përcjellja një mesazh nga ky person se çfarë do donte ky person t'ju thoshte. Çfarë mesazhi do donte t'ju jepte. Doja të zgjidhja, thot, me ty çdo të drejtë, thot. Dhe këtu kemi shenjën e luanit. Marrim diçka tjetër. A do doje të ishe me mua? Ju bën një pyetje. Dhe mesazhi tjetër, kur të shikoj, pyes veten nëse vërtet të meritoj. Edhe e fundit, i gjithë universi punon për ne. Është një mesazh fantastik edhe ky. Atëherë personi do donte t'ju jepte këto mesazhe dhe janë vërtet mesazhe shumë të bukura. Ky ishte parashikimi për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj përsëri të ndiqni videot e kaluara të këtij kanali. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe një të diel sa më të këndshme për të gjithë ju.